mund të them me disa musafir më të këndshme që i kam pasur kohëve të fundit. Dhe kur flas për këtë, flas pikërisht për atë rinin, atë ëmbëlsinë që sjellin, atë ndjenjën e pafajësisë, kështu dhe gjitha ato që besoj që vetëm fëmijët i t'i bëjë. Sidomos, dua ndalem këtu kur kemi të bëjmë me fëmijë që përveç shkollës, përveç një kohë kur janë goxha të ngarkuar me angazhime të shumta, me mësime, me detyra, me çka jo tjetër, gjejnë kohë edhe për pasionet e tyre dhe atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Fillimisht, do se ka nisur pra shkollën, kanë marrë pjesë në festivalet të shumta të këngëve, e pastaj edhe e kanë botuar një libër. E kam edhe këtu në studio dhe besoj po e shihni, dhe do të flasim edhe më gjithësisht një libër me poezi dhe do të na recitojnë edhe këta dy mysafirët e këndshëm që i kam në studio sot, dhe do të flasim edhe me ta më gjithësisht, po flas për librin Gjenitë e vogël, të shkruar nga Ermi Rama dhe Ermira Rama. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni këtu sot. Mirëmëngjesi, edhe faleminderit për që na keni ftesën. Faleminderit juve që keni ardhur. Edhe besoj që po mduket jeni mësuar më gjatë më çu për shkollë, kështu na nuk ka komprish shumë gjumin, a? Po e nisim pra me këto, mas pari me këngë, se na e keni mbush tavolinën me çmime pe festivaleve të shumta që keni qenë. Po du me të pyet Ermira me ty pe nisi, kur e keni kuptuar që keni vetë talent për muzikë? E kemi kuptuar së pori, ja kam filluar unë me këndu, edhe mame e ka kuptuar që kam talent, sepse këndoja kur shkoja çdo kënd. E ke pas qef kështu, me e kënu vazhdimisht, a? Po. Edhe Ermir, tani ty ju ke bashkua apo të njëjtën kohë? Unë ju kam bashkuar një vit më pas. Një vit më pas, pse? Nuk ka pëlqy ty konga një era, ke thonë veç motra le të vazhdojnë me kënonë, nuk po tu. Po, dhe kush ju ka shty, apo kush ju ka përkra mas shumë ti në këtë pjesën e me këndu kështu? Ermir? Neve më shumë na ka përkra mami dhe babi, po dhe mësuesi, më shumë familja. Po. Mamin e keni vetë se këtu edhe zënë e shpresë që mbështetja më madhe fëmijëve sigurisht, por desha më pyet edhe këto, si ka qenë performanca juaj e parë në publik, a keni pas emocione Ermira? Për performancën time të parë, kam qenë 6 vjeçe, po nuk kam pasur shumë emocione. Për ty Ermir, kur e ke pas performancën e parë? Unë kam qenë 7 vjeç dhe kam marrë pjesë në një grup që quhet grupi Bilbilat, që organizohet nga shkolla jonë Vëllezër të Frashëri në Lipjan për një qershor. Unë atëherë kam pasur vetëm pak emocion. Pak emocione. Zakonisht, a ju ka hup kështu teksti apo diçka, jeni ngatru se kur performon pak para një audiencë, e keni fare stresi kështu, apo e thon mirë, apo di me recitu, apo di. A keni pas me këndu apo me recitu? Performancën e parë. Me këndu. Me këndu. Sa bukur. Dhe desha më pyet edhe për këto, përveç këtyre, pra e na keni mbush tavolinë e përmenda me çmime. Apo na i tregoni njëri për juve ku kanë qenë çmimet, çush i keni marrë shinin ndjer realisht, pak a shumë na i prezantu çto çmime. Në rregull. Ermira? Ky çmimi këtu ka ngjyrë të ardh, edhe është Melodia Fest, këtë e kemi fituar në Melodia Fest. Edhe e kemi fituar vendin e tretë. Edhe çmimi atje është Lipjani këndon, e kam fituar kur kam kënduar një këngë vetëm, kam fituar vendin e dytë. Ermir, prezantonaj të disa tjera? Ne kemi fituar shumë çmime, si për shembull këto 2 kupat, por vetëm kjo, këtu, është e një festivali fëmijët e gëzuar. Dhe që shkon kjo procedura me bashkëmoshatarët tuaj? A keni bashkëpunimet shumëta, apo si flesni, apo si ndjeni kur shkoni në shkollë, për shembull, edhe ju shohin ata që keni marrë pjesë ju në festivale, qysh ju mirëpresin, Ermira? Na mirëpresin bukur dhe me fjalë të bukura, si për shembull keni qenë shumë të mirë në atë festival, shumë gjëra si këto. Ermir, ti qysh i ke prit këto? A t'kanë thonë edhe ty njëjtë? Mua njëjtë, por na thoshin se shumë mirë
keni kënduar, jeni shumë gjenil, si libri që keni botuar, shumë fjalë të ëmbla si këtu. Kena me full qysh për librin që e keni botu dhe pikrisht pse ja keni lënë emrin qështu. Po para se me shku te libri, po du pak mi mbajt ende tek këngët, tek performancat. Cili ka qenë momenti më i veçantë që kur keni performu e mbani mend ende edhe sot, Ermer? Unë e mboj mend tek Melodia Fest, ishte çmim shumë i mirë dhe kanë kënduar shumë mirë, ishte një festival që nuk do të harroj lehtë. E për ty, Ermira? Për mua ka qenë festivali Diamond Fest, ka qenë një festival shumë i bukur dhe aty jam kënaqur shumë. Dhe ku është mboj Diamond Fest? Diamond Festi në Prishtinë, ose në Ferizaj. Po edhe, dhe më thonë, ty të kanë bo përshtypje publiku, konga që ke gjitha, qëka të ka pëlqy mas shumë të aty? Qëka mboj men? Aty mboj men fëmijët të ndryshëm që kanë ardhur me kënga gazmore për edhe shumë të bukura. Dhe nëse flasim për këtë, pra, që shkon kjo përgaditja se ne kemi pas këto këngëtare dhe artistë ndryshëm, po kështu të vegjël edhe me të këto angazhime, rallë kemi. Edhe po du me ju pyet për çish përgatiteni ju për me dalë në skenë? A ushtroni shumë, a këndoni shumë, apo çish shkon kjo procedura? Ermira, pastaj më tregon edhe Ermire. Në rregull. Ne ushtrohemi shumë, por edhe ushtrim të këndojmë dhe kështu përgatitemi e lëshojmë një këngën që do ta këndojmë dhe më pas ushtrojmë kërcimin e saj, por edhe këndimin. Për ty, Ermira, është e vështirë me ushtru kështu? Jo, për mua nuk është e vështirë, sepse si që tha dhe Ermira, ne vetëm e lëshojmë një këngë dhe vazhdojmë të kërcejmë dhe praktikojmë atë maksimumi 5 herë. Shumë bukur. Dash duat ndalem, nuk muj pa ju pyet edhe për këto, se dhune ka motra edhe vllazni, edhe është shumë, në fakt e kam një motër edhe 2 vllazni. Edhe thashtë me këta 2 vllazit e vegjël, nuk është që nuk kemi kështu diskutime edhe këto. Qysh është kanë juve? A ka raste që është ja bën, po na lëbë Ermer se po tuhne me fol njerë, apo e keni mirë njerë? Ermira? Nga një herë ja bëj qështu, po shumicën e rasteve e bojna me rallë, si për shembull unë foli një herë, tani ky fol një herë, tani unë foli, tani qështu me ren. A e ngon motrën Ermer se duhet me ngu motra ta shpak? Po sepse vajzat kanë më shumë përparësi. Qashtu bre Ermer, se bilet pak të një gjenerata e re, me ditë pe i fillimit që duhet me i dosh vajzat ma shumë. Duhet ashtë mundohet pak tek libri, e kemi edhe këtu në studio, është që e keni sjell. Ka ardhë ideja për me shkru libër, Ermer? Ideja ka ardhë për me shkru librin, sepse një herë ne shkruanim vjersha për gjëra që ne pëlqejmë, dhe na erdhi ideja që ta botojmë librin tonë që quhet Gjenjet e vegjël me vjersha dhe gjëra që ne i pëlqejmë në jetën e përditshme. Po, dhe Ermira, keni vendosë me vjersha, a i keni shkru vetë, a keni pasë ndihmë prej dikujt, qysh i keni bu? Vjershat i kemi shënuar vetë, por edhe pak mami na ka ndihmu me shpik disa fjali të reja. Pikrisht e mamat, ta më puna mami, babi, mos me qenë aty është pa mundshme. Dhe qëfar ma shumë, e përmendi Ermiri, pra ma shumë, këto vjershat jenë të fokusume tek përditshmëria juaj edhe juve çka ju pëlqejnë gjërat apo jo. A ka qenë e vështirë me shkru si 2 autor bashk? Ermira, me ty tani edhe prej teje du një mendem Ermer. Nuk ka qenë e vështirë, sepse i kena shënuar 15, ka 15, edhe më pas i kemi botuar në një libër të vetëm. Nuk ka qenë shumë e vështirë. Dhe për ty, Ermer? Nuk ka qenë shumë e vështirë, sepse ne i kemi libri ka 30 faqe, 30 vjersha, dhe ne i kemi ndarë 15 Ermira dhe 15 unë. Zonas, për ty nuk ka qenë e vështirë i keni shkruar secili poezi Levita, e për temat, a ka pas diskutime që me thonë, për shembull, Ermir, mos e shkrujti që to, se unë e kom zgjedhur me shkru. Ju. A jo, jeni dakordu? Dhe kush ju ka ndihmu, do të thonë, mami ka qenë që ju ka ndihmu gjatë procesit shkrimit apo jo? Po.
Po, dhe nëse folim për këto librin, kisha dashur me zgjedh ju dy që tash ka një poezi, mundesh me marrë Ermira dhe qëtë libër që donë, edhe ta ofrojone, edhe e merr zgjedhjen e ka një poezi, edhe ma lexu tash këtu në studio për shikuesit tonë, të shoh çka po doni me zgjedh dhe me lexu, cila ju duket ma shtut, me qenë se unë i posh poezit, ishin goxha të mira dhe e dini çka është ma motivuesja, është kur kemi fëmijë të tillë, e përmenda pra është goxha e mirë kur ta mbushin zemrën ashtu me çmime edhe me angazhime. Dhe ajo që është me veçanta është që patjetër duhet mi u shku një mbështetje edhe prindërve. Nuk po flas vetëm për zonjën Shpresë nënën e dy fëmijëve këtu, Ermirës dhe Ermirit, por edhe për familjen tënde dhe për çdo familje tjetër që janë mbështetës për fëmijët e tyre, pra dhe që janë pas për ëndrat e tyre. Dhe është shumë e rëndësishme me i mbështet fëmijët në rrugtimin e tyre, në ëndrat e tyre për me realizu. Besoni që cili do që vendos me përcjell ëndrën e vet, edhe ka me pas sukses pa diskutueshëm. I keni zgjedh besoj apo? Po. Ermira, e nisim me ty dhe thani Ermire. Cilën po na reciton? Familja është një vjersh që e kam shkruar për familjet, edhe ka të bëj me gjërat që bëjmë në familje. Okej. Motër vëllau, mami, babi, që jetojnë në një shtëpi plot gëzim e lumturi, flasin, qeshin e punojnë, njëri tjetrin e ndihmojnë, që të gjithë një emër kanë, një familje ata janë. Sa bukur. E vërtet. Klumt. Ervin, çka ke zgjedhë ti? Shokun tim. Shokun tim. Okej, e dëgjoj. Shoku im është shakaxhi që është gjeni në dituri, bën detyra për merak, në orë të mësimit nuk flet as pak. Sa po zilja tingëllan, shoku im nuk po shëm, të gjithë ne ja kem lakmi, shoku im është mrekulli. A ke dediku ndaj shokut këto? Po. Cilit shok? Shoku tim të ngushtë e ka emrin Akel. Akel? Ne jemi në të njëjtën klasë, ai është shumë i mençur. Dhe me thonë, bravo bre, dhe shoqënisë do të një më dediku, Ermira e zgjodhi familjen edhe të shoqënin, bravo. Po më pëlqen këtu tek zgjedhjet. Dhe nëse flasim, a keni mendu, çka keni me bë në të ardhmen? A doni me vazhdu ende me muzikë, flas për të ardhmen tash kur vetë se jeni në klasë 5 apo? Edhe tash kur dilni pak me arsimtarë, ndron kjo çështje, a keni me vazhdu ende me muzikë apo mendoni që me pushu? Me muzikë, me libra, me qa keni planifiku? Ermira? Ne kemi planifikuar të vazhdojmë me muzikë edhe shënimin e librave, që të mund të kënaqemi, po mund të marrim edhe disa pushime. Edhe pushime po, ju duen. A të pëlqen ty, Ermir, me vazhdu tutja? A keni planifiku na i libër të re? Po, ne kemi filluar ta shkruajmë dhe librin e dytë, por libri i dytë nuk ka vjersha dhe poezi, por ka tekste. Ka tekste, tregime, sa bukur, shumë bukur. Dhe a ka ndonjë përveç këtyre, pra këto i zgjedhët, po a ka ndonjë tregim deri tash që keni fillu me shkru, për çka keni vendosur me shkru tash? Për familjen, për gjërat që ju pëlqejnë, apo keni zgjedhur ndonjë temë tjetër? Tash kena zgjedhur disa tema të tjera, si për shembull zogjet, shkolla, fshati, edhe disa tema jashtë shkollore që janë si për shembull volejbolli ose por ku jemi preferuar. Dhe për ty, Ermir, ta pastaj edhe tek Ermira kthehemi, a keni, nëse flasim për këngën edhe për librat, ku mendon, ku e gjen veten më shumë? A pëlqen më shumë me këndu apo me shkru? Për mua, unë më pëlqejnë të dy ato opsione, sepse dhe këndimi është diçka e mirë, sepse zëri yt gjë vetëm bëhet shumë ngritet, ti mund të flasësh pastaj dhe për veti, mundesh të këndosh shumë mirë, merr çmime, çdo gjë mund të bësh, por dhe shkrimi është i mirë sepse e rrit diturinë tënde. Po. Për ty, Ermira? Për mua të dy opsionet janë shumë të mira, edhe këndimi është shumë i mirë, por edhe shkrimi
edhe ai është shumë i mirë sepse ta zhvillon mendjen të bën më të Më ditur. Po. më të ditur dhe të relaksuar. Po, patjetër, unë kur kam qenë moshë tuajën, edhe unë kam shkru shumë, kam shkru poezi sidomos, kam pas me botu një libër, po kur nuk e di pse. E pa planifiku babi edhe mami me ma botu librin, kur nuk e di pse nuk kom vendos me botu atë libër, që nështë isha kone dhone Selmira tash. Dua t'ju pyes edhe për këto ëndra tuaja. A keni ndonjë ëndër të madhe që doni me ndos sot me neve këto? Ermira? Unë kam ëndër që të bëm këngëtorja më e mirë. Këngëtorja më e mirë, e famshme. Për ty, Ermir? Unë ende nuk e kam vendosur, por besoj që unë të bëm një futbollist. Futbollist? Po. Pëlqen futbolli? Po. Po ti djallë këti ko keme plot pasione, kështu? Të më dhonë shkrim, këngë, mësim edhe futbol. A ke vazhdu me ushtru dikon? A ushtruan futbol? Po. Bravo, bravo. Edhe e gjenë kohën, bravo. Dhe për fund, duam ju pyet, a keni ndonjë mesazh për fëmijët tjerë, për bashkëmoshatarët tuaj, ku i gjeni këtë motiv, këtë kohë, që nuk lodhen e nuk rrinin telefona si bashkëmoshatarët tuaj që rrinë goxha shumë. Çfarë mesazhi keni, Ermira? Mesazhi im është që të gjithë fëmijët i ndjekin ëndrat e tyre dhe të bëhen çfarë duan të bëhen ata. Edhe ka të Ermir? Për mua që ata të lexojnë, të ndjekin ëndrat dhe të bëhen si ato yjet që janë në qiell. Edhe një që tilla dëshirojmë edhe ne të gjithë. Unë falenderoj të dyve që ishit këtu, na keni kënaqur me këto. S'ka për Faleminderit që ishit këtu, Ermira.